Më 17 tetor në Tiranë do të zhvillohet një protestë madhështore ku do të mblidhen të gjithë shqiptarët nga çdo trev për të kërkuar drejtësi për 4 ish-krerët e UÇK-s, Hashim Thaçin, Kadri Veselin, Jakub Krasniqin dhe Recep Selimin, të cilët mbahen në paraburgim në Hag që prej 2020-s të akuzuar për krime lufte. I ftuar sot në shtypi ditës në një lidhje direkte ishte Hysni Gucati, drejtuesi i organizatës veterane të luftës. Guxati është shprehur se kjo do të jetë një protestë madhështore dhe se pritet që fjalën përpara shqiptarëve ta mbajë ish-presidenti i Shqipërisë Alfred Mojsiu, por edhe Ali Ahmeti, vetë Gucati si dhe një dëshmor shqiptar, i cili është i rënë në tokën e Kosovës. Kemi vendosur që më 17 tetor të bëhet një protestë paqësore aty ku e ka gjenezën UÇK-ja, nga shteti shqiptar në vitet 90 që na ka ndihmuar dhe na ka dalë në krah. Numrin fiks nuk e di, por do të jetë një numër i madh nga të gjitha vendet shqiptare. Do të mbaj fjalën ish-presidenti Alfred Mojsiu, Ali Ahmeti dhe unë si organizator, një dëshmor nga Shqipëria që ka rënë në tokën e Kosovës, ka qenë pjesëtar i UÇK-s. Dua të falenderoj shtetin shqiptar që na ka mbështetur për këtë protestë, tha Gucati. Ndër të tjera, Hysni Gucati u shpreh se pret që të gjithë liderët shqiptar të jenë pjesë e protestës. Ai tha se protesta është organizuar për të kërkuar drejtësi të mirëfillt dhe jo politike. Gucati tha se me shumë mundësi i pranishëm do të jetë edhe kryeministri Edi Rama, ndërsa sot pret një kthim përgjigje edhe nga Partia Demokratike. Me siguri nëse Rama do të jetë në Tiranë, ai do të marrë pjesë. Unë e di se të gjithë liderët shqiptar do të jenë të pranishëm dhe të gjitha komunitetet fetare, sepse ne jemi vëllezër, fal Zotit, kjo nuk ka ndikuar tek shqiptarët dhe nuk do të ndikojë kurrë. Protesta nuk është politike, është kombëtare, e kanë organizuar shoqatat e dala nga lufta. I falenderoj të gjithë deputetët me të cilët kam komunikuar dhe kanë shprehur gatishmërinë për të dhënë mbështetjen. Nga PD-ja, të jemi sinqert, kam çuar shkresë dhe besoj se sot do të marr përgjigje. Sa më shumë qytetar të ketë, aq më mirë do të jetë për shokët tanë në Hag. Zëri ynë duhet të dëgjohet tek ndërkombëtarët, sidomos tek ambasadat mike. Vetëm nga Kosova do të nisen mbi 60 autobus. Nuk kërkojmë mëshirë, kërkojmë drejtësi të mirëfillt, jo drejtësi politike, tha Gucati.